Të nderuar shikues, ju përshëndes. Do të jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Në tregun e Gjirokastrës, çmimet e fruta perimeve kanë pësuar ulje krahasuar me një javë më parë, por pavarësisht kësaj lëvizjeje, për shumë qytetarë çmimet mbeten të larta dhe të vështira për t'u përballuar. Për rrjedhoi konsumatorët po ulin blerjet, duke zgjedhur më pak produkte të shportës bazë. Rruga hyrëse drejt parkut arkeologjik të Finiqit vazhdon të jetë problematike pas përmbytjeve të fundvitit, duke vështirësuar qarkullimin e vizitorëve. Pas ankesave të banorëve, autoritetet vendore ndërhyjnë duke pastruar segmentin që është në jurisdiksionin e Bashkisë së Finiqit, por situata ende kërkon zgjidhje të plotë. Mbi 150.000 turistë italian kanë vizituar jugun e Shqipërisë gjatë vitit të kaluar, duke renditur këtë komunitet ndër më të shumtët e vizitorëve. Në këtë panoramë pozitive, Gjirokastra po vijon të forcojë pozitat si një nga destinacionet më të kërkuara fal trashëgimisë së pasur kulturore dhe peizazheve natyrore që tërheqin çdo vit gjithnjë më tepër turistë nga Italia. Ksamili po përjeton një rritje të numrit të turistëve nga vende të ndryshme të botës me ardhjen e pranverës. Temperaturat e ngrohta dhe moti favorshëm kanë bërë që vizitorët të shijojnë jo vetëm diellin, por edhe detin, duke kthyer këtë zonë në një destinacion tërheqës që në fillim të sezonit turistik. Ju njohim tani më gjerësisht. Në samitin e diasporës, kryeministri Edi Rama prezantoi nismën e re paketën e maleve, me një vendim simbolik dhe praktik për shqiptarët që kanë braktisur zonat malore. A i theksoi se këto teritore, dikur të izoluara sot, mund të kthehen në burime zhvillimi dhe mirëqënjeje. Rama vuri në pah rolin e një komuniteti global shqiptar që mund të ndikojë në zhvillimin e vendit, pavarësisht nëse jeton jashtë apo brenda vendit. Kryeministri Edi Rama në samitin e diasporës shqiptare me temë përmes rrënjve lartësohemi, prezantoi nismën më të re të qeverisë, paketën e maleve, të cilën e cilësoi si një vendim me vlerë konkrete dhe simbolike për shqiptarët që kanë emigruar. Gjatë fjalës së tij, Rama u shpreh se ndër shumë çështje që mund të sillte në këtë samit, zgjodhi të prezantojë këtë paketë e cila synon të krijojë mundësi për të gjithë ata që kanë lënë tokat e tyre në zonat malore për një jetë më të mirë jashtë vendit. Ai theksoi se malet në Shqipëri historikisht kanë qenë të izoluara nga zhvillimi dhe shpesh kanë shërbyer si vende strehimi për shqiptarët në kohë të vështira. Sipas tij, sot ka ardhur një moment i ri kur këto zona mund të bëhen pjesë e rëndësishme e burimeve të mirëqenies së vendit. Unë i them shqiptarëve që e kanë një copë tokë diku në një mal, diku në një kodër, që e kanë një shtëpi të braktisur të gjyshit atë stërgjyshit, që ta marrin në dorë paketën e maleve dhe ta kthejnë atë tokë, ta kthejnë atë shtëpi në një burim mirëqenie, duke i siguruar të gjithë se ajo që ka Shqipëria e sotme, Shqipëria që tërheq 12 milion turistë në vit, është në gjendje të bëjë për ta, fal investimit të tyre natyrisht dhe mbështetjes së qeverisë, është që nga ai burim i ri mirëqenie, ata do të fitojnë në fund muajit më shumë se që fitojnë duke punuar për të tjerët jashtë atë dheu. Në vijim, kryeministri vuri theksin tek rëndësia e një komuniteti global shqiptar të arsimuar, të lidhur dhe me ndikim, i cili mund të shërbejë si një ur lidhëse mes vendeve, kulturave dhe mundësive. Ai nënvizoi se shqiptarët e diasporës, pavarësisht nëse vendosin të kthehen për të jetuar në Shqipëri apo të qëndrojnë jashtë, kanë një rol të rëndësishëm në zhvillimin e vendit dhe tashmë kanë edhe më tepër mundësi për të përfituar duke bashkëpunuar me Shqipërinë. Rama cilësoi këtë ditë si të rëndësishme dhe jo vetëm për faktin e mbledhjes së diasporës, por për forcimin e marrëdhënies mes shqiptarëve brenda dhe jashtë vendit, duke e kthyer atë nga një lidhje emocionale në një angazhim konkret dhe strategjik për zhvillimin e Shqipërisë. Ministrja e Arsimit Mirela Kumbaro ka përshëndetur diasporën shqiptare me një mesazh falënderimi për punën e Center Kultur Albanias 28-11 në Paris, qendrën që mball ngjall gjuhën dhe kulturën tonë në brezat e rinj.
Ajo e vuri në dukje rolin e tyre të pasvendësueshëm në mësimin e shqipes dhe theksoi se Shqipëria po ecën gjithnjë e më përpara me standardizimin e gjuhës në përputhje me kornizën europiane për ta forcuar si gjuhë pune, komunikimi dhe dashurie në mbar botën. Ndjekim video mesazhin e ministres. Një gjuhë zyrtare në shkollët franceze. Më vjen shumë mirë që krahas një tjetër iniciative që ekzistonte më përpara, po më shumë si një piktakimi kulturor La Maison d'Albanie. Kjo është një tjetër qendër që i shtohet komunitetit shqiptar të Parisit dhe dua të përfitoj nga ky moment që t'i nxis të gjitha komunitetet shqiptare, kudo ku janë, t'i hapin këto qendra sepse janë jo vetëm bashkime vullnetare, po janë edhe kënaqësi intelektuale që gjendemi bashkë, njerëz të suksesshëm në profesionet e tyre që kanë kaluar gjithë sfidat me të cilat normalisht një diaspor kalon. Sot ka ardhur një ditë ku ne mund të japim më shumë akoma. Shqipëria është aty si jo thjesht si vendi am, por edhe si vendi për t'i mbështetur këto iniciativa, qoftë me programe, qoftë me financa, por edhe me rritëzimin e gjithë këtyre njerëzve kaq të dashur dhe të jashtëzakonisht rëndësishëm për Shqipërinë. Faleminderit nga zemra. Në tregun e Gjirokastrës, çmimet e fruta perimeve kanë pësuar një rënje të lehtë krahasuar me një javë më parë, por pavarësisht kësaj lëvizjeje, për shumë qytetarë çmimet mbeten të larta dhe të vështira për t'u përballuar. Përrjedhoi konsumatorët po ulin blerjet duke zgjedhur gjithmonë e më pak produkte të shportës bazë. Në tregun e fruta perimeve në Gjirokastër vijojnë luhatjet e çmimeve. Konsumatorët shprehen se disa prej produkteve janë të papërballueshme për buxhetin familjar, ndërsa kërkojnë më shumë stabilitet në treg. Perimet kanë ikur në stratosferë, edhe po ikin. Ne shohim që në Turqi për shembull domatja blihet me 60 lekë. Këtu neve marrim me 400, 350. Këto diferenca nga dalin, si vinë. Nafta i bën? Nuk i përballon dot. Të marrësh ilaçet apo të marrësh ushqime. Vetëm që kemi fëmijën tutja që na animojnë fëmia, pas ka mundësi që të ashtu. Sipas tregtarëve, rritja e çmimeve lidhet me disa faktorë kryesor, kundër më të rëndësishmet janë kostot e larta të furnizimit dhe kushtet e pafavorshme klimaterike që kanë ndikuar në prodhim. Çmimi i naftës është veçanërisht, po kjo është një gjë që atyre ju përmbit të gjitha dhe kanë filluar dorë tjetër që përlloj. Sa të bëjnë, hizmet duan, të gjitha ka shumë ilaçe që ju hedhin puna. S'është një kushëri e madhe që të thuash. Domatja ka vajtur te 1900 lekë, 2200 lekë, 2300 lekë me kile. Kastraveci? Sallatori te 1000 deri 1500 lekë. Speci? Speci varion nga 2000 deri 2500. Prodhimi i vendit. Tani është 100% i vendit. Ju nuk merrni mall importi? Jo, mall vetëm nga Lushnja. Pse zgjidhni të merrni prodhim nga vendi? Prodhimi i vendit sepse ndihmojmë njerëzit tanë. Nuk ndihmojmë fermerët e huaj. Kemi vendin mallin tonë shumë mirë. Po për sa i përket kostos, e shikoni këtë? Kosto ka pak kosto sepse ka ndryshuar pak çmimi i naftës njëra tjetra kanë. Ka e blerës, s'ka njerëz, nuk dalën njerëzit. Se s'ka. Çfarë çmimi i tregtoni këto produkte? Po 3.000, një tuf 300 lekë, ja ha. Një tuf me litra? 300 lekë. Po të naftën sa e kemi ne që vemi. S'del as për naftën, e as për neve, e as për punën që bëjëm. Ju nga i cilni të produkte? Nga Omelica. Ne i kemi të mbjella në arat e Plesatit, në Buce. Edhe të vish qanda i vemi, i bëjëm, vim në shtëpi, i lajmë, i pastrojmë, vim këtu, vetëm naftë dhe gjësë nuk kemi në vi. Sa keni arritur që të bëni sot? Sotë, 5.000 lekë. 5.000 lekë duhet vinë nga Omelica këtu, po që të vedet i mblethet të vede në shtëpi? Pavarësisht kësaj, konsumatorët shpresojnë për një ulje të çmimeve në javët në vijim, ndërsa tregtarët theksojnë se gjithçka varet nga ecuria e prodhimit dhe stabilizimit të tregut. Rruga hyrëse drejt parkut arkeologjik të Finiqit vazhdon të jetë problematike pas përmbytjeve të fundvitit, duke vështirësuar qarkullimin e vizitorëve. Pas ankesave nga banorët, autoritetet vendore ndërhyjnë duke pastruar segmentin që është në jurisdiksionin e këtij institucioni, por situata ende kërkon një zgjidhje të plotë.
Parku arkeologjik i Finikit është i dyti për nga vizitueshmëria në këtë njësi vendore, ndër 33 monumente kulture dhe natyre, të cilat ndodhen në jurisdiksionin territorial të kësaj njësie. Vizitueshmëria në Parkun Natiror të Syrit Kaltër natyrisht që regjistruan shifra të larta dhe bën diferencën me monumentet e tjera. Parku arkeologjik i Finikit e fitoi këtë emërtesë në vitin 2005 dhe shtrihet në një sipërfaqe prej 35 hektarësh. Vizitohet dhe lumtohet nga shumë shtetas të huaj, të cilët njihen me teatrin antik prej 17.000 vendesh. Gjatë muajve të fundit kanë mbritur disa mesazhe në redaksin tonë, kryesisht nga banorët vendas, por edhe nga zyra turistike në qytetin bregdetar të Sarandës. Shirat e rëmbishëm në nëntorin e vitit kaluar kanë bllokuar rrugën që të çon drejt Parkut arkeologjik të Finikit. Tashmë ka kaluar rreth 5 muaj dhe akoma rruga nuk është hapur plotësisht. Me shumë vështirësi mund të kalojnë vizitor vendaset e huaj, të cilët duan të shikojnë dhe të vizitojnë këtë pjesë arkeologjike në jugun e Shqipërisë. Kjo situatë ka sjellë shqetësime tek banorët e zonës, si dhe ka ndikuar negativisht tek subjektet tregtare. Neve kërkojmë në mënyrë të menjëhershme që të hapet rruga, pasi ajo ka qenë gjithmonë e hapur dhe në këtë periudhë bile shoh shumë vizitorë të cilët po vinë në qytetin e Sarandës dhe në Gjirokastër, bile se më ka lidhur disa herë edhe puna dhe në Gjirokastër dhe kanë patur jashtëzakonisht lëvizje dhe në një rast vetëm domethënë që kam qenë dhe atje kam gjetur ca turistë të cilët janë kthyer për arsye të rrugës. Kërkojmë në mënyrë të menjëhershme që të hapet rruga dhe të vënë vizitorët jashtë, masi shtojnë të ardhurat edhe për Bashkinë e Finikit dhe për komunitetin. Ne kërkojmë që rruga të hapet sa më shpesh, se vjen është koha e turizmit dhe që vinë turistat. Rruga duhet të hapet. E bëri koha që ka qenë shumë e keqe. Tani kush e ka në përgjegjësi duhet të hapet rruga. Drejtuesit vendor kanë pastruar rrugën që është në jurisdiksionin administrativ të Bashkisë së Finikit. Ne komunikuam me strukturat përgjegjëse të Bashkisë së Finikit dhe na informuan se bashkia i ka kërkuar prej disa javësh Drejtorisë Rajonale të Kulturës të Qarkut të Vlorës për të marrë masa për të hapur rrugën drejt teatrit antik, ndërsa Bashkia e Finikit ka pastruar dhe ka hapur rrugën deri në kufirin e saj territorial. Në vitin 2022, Bashkia e Finikit ka nënshkruar marrëveshje bashkëpunimi me disa bashkëfqinje. Një ndër këto është edhe Bashkia e Sarandës, e cila ndodhet vetëm 9 km larg Parkut arkeologjik të Finikit, si dhe përballon peshën kryesore të fluksit turistik në skajin jugor të vendit tonë. 24 orët e fundit kanë regjistruar një fluks të shtuar të shtetasve shqiptar që po rikthehen në Greqi përmes pikës kufitare të KKV-s. Sipas të dhënave zyrtare nga drejtoria e kufirit, nëpërmjet kësaj pike kufitare, shërbimet kanë përpunuar 11.685 shtetas në hyrje dalje, nga të cilët 4.710 në hyrje dhe 6.974 në dalje, si dhe 3.735 mjete në hyrje dalje, nga të cilat 1.326 në hyrje dhe 2.409 në dalje. Për të shmangur radhët e gjata të pritjes, Pala Shqiptare ka shtuar sportelet në dalje të territorit shqiptar, duke e quar numri në 4 dhe në hyrje 3 sportele. Aktualisht, situata në këtë pik paraqitet e qetë dhe para të gjata, ndërsa autoritetet kufitare vjojnë të qëndrojnë në katishmëri për menaxhimin e fluksit. Në Agjenci Rajonale të Punësimit dhe Aftësive në Gjirokastër, me afrimin e sezonit veror, është rritur ndjeshëm oferta për punësim. Aktualisht numërohen rreth 150 vende vakante, ku kryeson sektori i turizmit, por edhe në fasoneri dhe shërbime, ndërsa paralelisht janë realizuar 90 punësime në fushat të ndryshme të ekonomisë. Në Agjenci Rajonale të Punësimit dhe Aftësive në Gjirokastër, gjatë kësaj periudhe rezultojnë rreth 150 vende pune vakante, ku pjesa më e madhe i përket sektorit të turizmit. Kërkesa në rritje për staf në këtë sektor lidhet me afrimin e sezonit veror, ndërsa paralelisht janë realizuar edhe 90 punësime në sektor të ndryshëm. Për momentin kemi të hapura 150 vende të lira pune, ku sektorët që janë më tepër dhe që kërkojnë më tepër vendet që kanë vende vakante janë kryesisht hoteleri, turizëm, janë në fasoneri dhe gjithashtu në ndërtim. Ajo që kryeson më tepër është patjetër hoteleri, turizëm, duke qenë se fillon sezoni turistik në rajonin e qytetit Gjirokastrës dhe përmeti të Pelena, Gjirokastra kanë nevojë dhe mungesë për staf në të gjitha këto
bizneset të cilat janë hapur. Kemi të ndërmjetësuar, momentalisht janë referuar gati 180 veta dhe nga të cilat 90 janë ndërmjetësuar në këto biznese private. Nga ana tjetër vihet re një rritje e interesit të rinjve për punësim sezonal, sidomos me afrimin e përfundimit të vitit shkollor. Të rinjt po orientohen gjithnjë më shumë drejt mundësive të përkohshme të punës, kryesisht në shërbime dhe turizëm. Kemi kërkesa nga punkërkuesit pa punë. Mosha e tyre patjetër është një moshë relativisht e re. Kjo për arsye edhe të përfundimit të studimeve të shkollës dhe secili prej tyre mendon për një punë sezonale. Kështu që variojnë nga mosha 16 deri në moshën 30 të rinjt dhe pastaj patjetër kërkojnë ndoshta edhe pak më të kualifikuar pjesa 30 e sipër. Pra punë që janë ndoshta edhe në pozicione si ekonomist, magazinier apo qoftë edhe në pozicione në publik. Sipas të dhënave pritet që gjatë javëve në vijim, numri i aplikimeve dhe punësimeve të rritet më tej, duke ndjekur ritmin e sezonit turistik dhe kërkesën në tregun e punës. Rritet interesi i fermerëve për të përfituar nga skemat mbështetëse në bujqësi. Në qarkun e Gjirokastrës, procesi i matrikullimit dhe inventarizimit të fermave po shkon drejt përfundimit, ku rreth 90% e tyre janë tashmë të regjistruara. Autoritetet e konsiderojnë këtë proces kyç për formalizimin e sektorit dhe garantimin e sigurisë ushqimore. Ndryshimet e fundit në skemen e përfitimeve për fermerët kanë rritur interesin e bletëritësve dhe blektorëve për të përfshirë në aplikime. Paralelisht me këto ndryshime në qarkun e Gjirokastrës, po shkon drejt përfundimit procesi matrikullimit dhe inventarizimit të fermave, ku rreth 90% e tyre e kanë përmbyllur tashmë. Zbritja e numrit të bletëve nga 50 në 25 dhe zbritja e timtave nga 100 në 50 krerë. Ne jemi tani duke bërë dhe jemi në përfundim të fazës së inventarizimit të gjithë krerëve të blegtorisë me matrikull. Ju kujtoj fermerëve që nuk duhet të aplikojnë pa bërë të gjitha këto punë, matrikullimi, inventarizimi dhe kontakti me veterinerin e shërbimit për arsye që të dalë me sukses aplikimi. Ka rritje numri fermave që do t'jenë të aplikueshëm për arsye se futen edhe fermat e vogla. Faza e matrikullimit dhe inventarizimit ka një rëndësi të veçantë, jo vetëm për përfitimet ekonomike të fermerëve, por edhe për garantimin e sigurisë, theksoi Veliu. Ne i kemi të regjistruar, nuk se nuk i kemi, dhe fermat e vogla ne i kemi pas të regjistruar, po jo gjithmonë kanë qenë do matrikuluar, tani ato do matrikulohen se ajo ka lidhje pastaj me lëvizjen e kafshëve në thertore, se ne merr me ndjekjen e kafshës nga të therrur me fjalë deri tek tavolina, nga ferma deri tek tavolina me gjurmueshmërinë e produktit. Në përfundim, procesi matrikullimit dhe inventarizimit mbetet një hap kyç për formalizimin e sektorit blegtoral dhe rritjen e sigurisë ushqimore, ndërsa fermerët përshtaten me ndryshimet e reja në skemen e përfitimeve, autoritetet theksojnë rëndësinë e përfshirjes sa më të gjerë në këtë proces, si garanci për zhvillimin e qëndrueshëm të sektorit. Mbi 150.000 turistë italian kanë vizituar jugun e Shqipërisë gjatë vitit të kaluar, duke u renditur ndër komunitetet më të shumë të vizitorëve. Në këtë panoramë pozitive, Gjirokastra po vijon të forcoj pozitat e saj si një nga destinacionet më të kërkuara, fal trashëgimisë së pasur kulturore dhe peizazheve natyrore që tërheqin çdo vit e më tepër turistë nga Italia. Kemi ardhur nga Italia për të vizituar Gjirokastrën. Është një qytet shumë i bukur, me histori, arkitekturë unike. Gjirokastra po vijon të forcoj pozitat si një nga destinacionet më të kërkuara nga turistët italian, fal trashëgimisë së pasur kulturore dhe peizazheve natyrore. Qyteti i Gurt po tërheq çdo vit gjithnjë e më tepër vizitor nga Italia. Është hera jonë e parë në Shqipëri dhe jemi shumë të impresionuar nga Gjirokastra. Njerëzit janë mikpritës dhe ushqimi është fantastik. Ka një pamje mahnitëse. Zgjodha Gjirokastrën për pushimet tona sepse na i kishin rekomanduar. Pamjet janë të jashtëzakonshme dhe qyteti ka një energji shumë të veçantë. Na pëlqeu që është një vend i qetë, por njëkohësisht edhe plot me jetë dhe kulturë.
Sipas të dhonave, gjatë vitit të kaluar, mbi 500.000 turistë italian vizituan jugun e vendit, ku 150.000 prej tyre vetëm në Gjirokastër, duke u renditur ndër grupet më të shumta të vizitorëve. Prezenca e turizmit italian në Gjirokastër dhe rajonin jugor prej disa vitesh, do të thoja pamburje, është në vend të parë. Dhe vetëm vitin që kaloi, numri i turistëve italianë që vizituan Gjirokastrën i kaloi të 150.000, por duke marrë parasysh edhe rajonin, pasi jugu funksionon si një rajon turistik, Gjirokastër, Sarand, Përmet, numri ka arritur një shifër rekord të 2 milion turistëve italianë. Turizmi kulturor, ai detar, por dhe natyra e Përmetit e Gjirokastrës janë një nga atraksionet kryesore për turistët italianë. Një tjetër element që tërheq turistët është edhe aerodromi i Gjirokastrës, ku një pjesë e tyre zgjedhin të përjetojnë fluturime me avion sportiv. Po ashtu, aktivitetet me frymë italian edhe ngjarjet kulturore që organizohen gjatë vitit po kthehen në pika të rëndësishme për ta. Ksamili po përjeton një rritje të ndjeshme të numrit të turistëve nga vendet të ndryshme të botës me ardhjen e pranverës. Temperaturat e ngrohta dhe moti i favorshëm kanë bërë që vizitorët të shijojnë jo vetëm diellin, por edhe detin, duke e kthyer në një zonë tërheqëse që në fillim të sezonit turistik. Ksamili po mirëpret gjatë kësaj periudhe një numër të madh turistësh nga vende të ndryshme të botës. Zona bregdetare ka nisur të marrë gjallëri, ndërsa vizitorët po e zgjedhin gjithnjë e më shumë këtë destinacion për bukuritë natyrore dhe qetësinë që ofron. Me ardhjen e pranverës dhe rritjen e temperaturave, të huajt po shijojnë ditët me diell në Ksamil. Mes vizitorëve ka edhe nga ata më të guximshmit, të cilët nuk hezitojnë të futen në ujë pavarësisht se jemi ende në fillim të sezonit. Yeah, but it's still cold. Po shijojmë detin. Është pak ende ftohtë, prandaj kemi peshqirat për të ngrohur pak më shumë. Kjo është kohë e mrekullueshme. Sa po erdhëm në Shqipëri, koha ishte me diell. Dielli të jep një ndjesi kaq të mirë, sa të bën të duash të rish gjatë në plazh. Shpresoj shumë që moti të vazhdoj kështu. Do të qëndroj për disa ditë në Ksamil. Për anën, kjo është hera e parë që viziton këtë zonë. Ajo ka zgjedhur ta eksploroj Ksamilin duke u njohur me bukuritë natyrore dhe atmosferën mikpritëse. Oui, la première fois en Albanie. Për mua është hera e parë në Shqipëri. E zgjodha ta vizitoj pasi kam dëgjuar shumë komente pozitive për këtë vend. Kam ngelur e kënaqur dhe shpresoj të vi përsëri. Oui, Ksamili po konfirmohet gjithnjë më shumë si një destinacion i preferuar jo vetëm gjatë verës, por edhe në pranverë. Fluksi turistëve në këtë periudhë është një sinjal pozitiv për sezonin turistik që pritet të vi, ndërsa zona vazhdon të tërheqë vizitorë me natyrën e saj të veçantë dhe ujërat e kristalta. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashk, miru takofshim.